Ky emision mundësohet nga AG Meridian Joinery, Midea, Flux, Bora, Perfetta, Green Garden Foods, Erpilic, Sleepy, Doa, Shkrela Olive Oil, Optika Simoni. Ky emision përmban vendosjet produkteve. Miq të nderuar, përshëndetje. Sot për ju, por edhe për vete kam ftuar një mike të kahmotshme, një mike që është shumë më e re se unë, por e kam mike të kahmotshme që kur ka qenë shumë e re, edhe kur është zhvilluar në një profesioniste fantastike, në një kreatore fantastike, në një grua fantastike. Miq të nderuar, për ju sot, për veten time se më ka marrë malli me e pa dhe me ndëgju, Blerina Klokoqi Rugova. Mirë se erdhe o rrush. Faleminderit shumë sa me kënaqësi dëgjoja këtë epitetet që më deri në çenia kanë. Edhe po kthena në mënyrë televizore o zë që sa vjet jam. Që sa vjet. Prej kur jam martu, në sken. Tan kon sken, po tan kon sken e suksesshme. Edhe këte duhet me nënvizu se ke qenë edhe hala je edhe vazhdon të jesh njëra prej kreatoreve më të mira të botës shqiptare. E ku je? Ku je se na ke hup prej mediave, na ke hup në Instagram, nuk je shumë aktive, je tërhek diçka, ku je? Sa kemi pas punë me fustanat sëllam, do të e kemi pas një sezon caktuar, do të prej matura deri te darsmat. Edhe 6-7 muaj tjera kemi bot shell, kemi nejt. Do të kena pas ku mujt me dalë intervista, ku mujt me bot çdo lloj aktiviteti. Tash do të me bukur, çdo 3 javë do të më qenë full në aksion, edhe është e pamundën derisa stabilizohet brendi dhe të pjem vendin e vet. Gjithmonë pyesin në cilin shtet je, jo ku je, po në cilin shtet je. Po, prej cilit shtet na erdhe? Kom marrë për Vjerës, dhe tash mas nesër shkoj në Kinë. Kështu që për kontinentit kontinent. Kontinent, edhe ne e kemi zënë kështu, miq të nderuar, midis të themi kështu, 2 udhëtimeve, 2 ecejakeve të Blerinës, edhe faleminderit Blerina që na e dhurove kohën tënde, e dim sa precious e ke, sa të vlefshme ke kohën, por këtu pak po ndalem, për shkak se duhet ta ndjekim një dokumentar të përgatitur nga regjisori Ben Apolloni për kreatoren Blerina Klokoqi Rugova. Blerina Klokoqi Rugova është një emër që lidhet ngushtë me stilin, elegancën dhe një trashëgimi të rëndësishme në Kosovë. Si dizajnere e njohur mode dhe figurë publike, ajo ka ndërtuar një profil të fuqishëm që shkon përtej pasarelave, duke u shndruar në një zë me ndikim në shoqëri dhe një frymëzim për shumë gra. Në qendër të karrierës së saj qëndrojnë pasioni dhe talenti për modën. Ajo është themeluese dhe drejtuese e shtëpisë së saj të modës, e njohur për krijimet unike, mjeshtrinë e punimit dhe cilësinë e lartë. Stili i saj karakterizohet nga ndërthurja e finesës klasike me elemente moderne, duke krijuar veshje që theksojnë elegancën dhe personalitetin e atyre që i veshin. Krijimet e saj janë zgjedhur nga personalitetet të shumta të artit, televizionit dhe jetës publike, duke e bërë atë një nga emrat më të kërkuar për evente të rëndësishme. Përveç koleksioneve të saj, Blerina ka qenë angazhuar edhe në projekte televizive, duke kuruar imazhin e personazheve në formate të njohura si Big Brother VIP Kosova. Për kontributin e saj në artin e modës dhe kulturën, ajo është vlerësuar edhe me dekorat nga presidenti i Republikës së Kosovës. Një dimenzion tjetër i rëndësishëm i profilit të saj është lidhja me familjen Rugova. Blerina është bashkëshortja e Mendim Rugovës, djalit të madh të presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova. Kjo e vendos atë në një pozitë të veçantë, si pjesë e një familjeje që ka lënë gjurmë në historinë dhe identitetin e shtetit të Kosovës. Ajo ka folur shpesh për vlerat e respektit, tolerancës dhe dinjitetit që kultivohen në familjen Rugova, duke theksuar rëndësinë e tyre edhe në jetën e përditshme.
Blerina dhe Mendimi janë prindër të 2 fëmijëve, të cilëve u kanë vendosur emra që ishin amanet i presidentit Rugova, duke dëshmuar respektin dhe vazhdimsinë e traditës familjare. Blerina është gjithashtu shumë aktive në rrjetet sociale, ku ndan me ndjekësit jo vetëm krimet e saj më të reja, por edhe momente nga jeta familjare dhe reflektime mbi tema të ndryshme. Kjo e ka afruar edhe më shumë me publikun, veçanërisht me gratë e reja që e shohin si model suksesi. Ajo përfaqëson figurën e gruas moderne kosovare, e cila me punë, talent dhe përkushtim arrin të ndërtojë një karrierë të suksesshme, duke ruajtur njëkohësisht lidhjen me rënjet, traditën dhe vlerat familjare. Prandaj, sa herë që flitet për modën, elegancën dhe stilin, por edhe për një grua që rrezaton pozitivitet, hare dhe buzëqeshje, Blerina Klokoqi Rugovën të gjithë e kanë në majët gjuhës. E pam dokumentarin për Blerina Klokoqi Rugovën, ndërsa tani pavarësisht se unë e di ku është rritë, çka ka bo krejt, megjithatë më intereson për ju, miq të nderuar, që ta njihni Blerinën pak më thellë, të flasim pak për fëmijërinë e saj. E di që je rrit në Prishtinë, ke shku në shkollë në Prishtinë, por të fillojmë prej fillimit, që është Të fillojmë prej hapave të parë. Në momentit ku kom lind. Po. Gjere, unë jam qika fëmija i dytë i familjes të me 5 antarëve. Jam rrit një të frymë fal edukatës që nga ka bërë, kulturës që nga ka bërë mami, të mos pas seleksionime në familje dhe se cili fëmijë me pas vendin e vetë. Kjo nga ka bërë që thjesht më ditë me vlerësu edhe me ditë që ka dojmë për jetës pa presion për tjerve. Kur jam rrit, unë edhe në kohën e okupimit, e kemi pas gjithmonë atë fobin me thonë dështë, që tash për kemi si pasoj. Në atë kohë, i në kohën shumë të reja, po flasë kohën, unë kom linë 1985, deri në 2000, deri në 1998-99 ka qenë luftë. Unë kom qenë atë kohën tamon adoleshenës, tamon teenagere, sa që për më natut, për mos me dalë na, ose mos më vënu, gjithmonë kanë thonë x e qentë, x e do të jënë tërbu, ose gjithmonë në qitë lloj mënyre. Kështu që është një fiksim që na kanë shtin kry, edhe tash të kur kemi rreth kafsht, po tut me na kanë hecë pjesë. Për ndryshe sot e pritëm 6 nushat e Blerinën. Edhe veç kësha. Shumë purnore, shumë stoike. Tha, unë e tha kom fobi, kom frik, por tha i përballova. Edhe kalova shumë diplomatike. Bravo. Pa u vrejt. Edhe kështu që ajo ka qenë një prej etapave që na kemi kalu. Koha e fëmirisë tonë ka qenë me lujt pa telefonata, pa SMS-a, ku mame u bëjke ora 6-7, ku mame qërke derën në nga përke plerta, për 3, Blerina, hajde një shpe, edhe na të lutë, mame që dhe 5 minuta, se ishëm të rritëm shefta, kështu që e kemi pas efemerinë sikur që me pas lakmi, po, se me pas lakmi rinia sodi që fa familji kemi pas na. Në atë kohë, po flasë. A keni lujt me dy zjarme? Po, me dy zjarme, me avkulla kena lujt, lastek, kemi lujt këtë lojnat që kemi pas... A keni bo ema e se sa këto? Do thot, e kemi po lujt edhe ato kali gjëk, se mos po përna shpejtë, po këpe ka paj, kështu që ka qenë femiri tamam sikur krejt moshatorve të me, gjeneratës të veteve në 10. Momentin që filloj lufta, na u izolum në shpe, për arsye që kishëm edhe agjen në shpe, edhe me thonë ndoshta u sakrifikun këtë familja që me ndajt me ta që mos mu largu, edhe mos me mujt me vrejt ata me qenë se ka qeni për ndjekun për i regjimit. Ato 4 muj, unë nuk i kujtoj, e kam vetëm blurred. Nuk janë regjistru fare? Nuk janë regjistru. Se tonë kohën janë kompanik, tonë kohën janë konjurma, tonë kohën ndali dritat, që ti perdet, mos bëzhurëm, dhe të t'jon kohën edhe, beson që kur e koha pandemisë që na e të më shpe, dhe i kujtoj shumë, edhe pse është pandemi, çfarë luksi jena të e bo në krahasim me atë kohën që na kon luftë. Edhe shumë shpesh edhe Evës nuk e flas kur për kohën e luftës, se nuk du thjesht ajo me pas që ato përjetime që kemi pas me kalu në ato faza. Që ka qenë rinia jam?
ton kohën dhe kohën prish perde, prish majica, prish këmishat babit, krija veshje, krija produkt. Gjoja më e mirë kom pas kur gjysha mjep ke dimijat. Po? Dimijat 25 metra, edhe kullet. Ua! Aty kishë material qka dush, aty në kishë këtë komplet një përe. Edhe normalisht e kena pas një fanat ko, po flasë jënë kur e kena pas një loj, u shtyshëm më hall me nuse. Kush u bot nuse me bukur, ta më darsëm komplet, u veshëm si nuse, do të me muzika, me defa, edhe u shtyshëm nuse cila po bot. E që shme mandi 2 nuset, edhe i vese ke juria, cila nuse ma e mirë. Që do të qëfar kohë e kena pas. A keni mbledh salveta? Salveta, po, Japonkat janë kënë ato që i qetë shme kështë tollat edhe që dirke. Nostalgjisht, gjyna që... Kanik disa gjana? Kanik shumë. Edhe pse, edhe me ato letrat, që janë konfigurat, miloti mund me ditë, në gjenerat të 95 dhe 2000 që atë e kena lujt pola cela, sërbesht normalisht. Edhe pse... Ndikimin, normalisht që ndikimi është aty, po... U ko një kongë që të mund që e kena knuna... Eci, pec. Ti si malizet, aja mala... Do thët, edhe kër në ndëgjej ke e ndjera bashkotja e Anton Qetës, të zgjyste, do të kur në ndërgjej këtë e kënu sërbesht, dilke dhe na shkruj ke shqip. Tekstin, të ke, në kënën e një të ke shqip, dhe na akuz na se disha mas, qka koftime e asaj fjallës, po të pak të do të na mundejke më na këthy në gjuhën shqipe. Ose kur u shtyq me saj, na patën beta ato fjallë quvaj të rujo, se sërbesht se na ato shumë pe fëmijëve të sërbëve, se në shqiptarve do të dish me murujt njëni me tjetrin. Kështu që kemi pas një farë, na patë mbet një kogjë një pjesë, si thmi i lidun edhe rritën Prishtinë, mo. Që të mesin ato kujtimet, i lenë arhivën edhe i pikë pjesë matë të nësishme tjetës tonë. Në një ashtë, atë kujtohet kur ke qenë shërë, kur e ki bona i shërë? Po. Apo ke qenë e bute? Jo, unë gjithmonë kom qenë aja mesi, se të mija i dytë, mo. Gjithmonë njës, e sidomos kur e ki qikë të parën, edhe djallë dytën, gjithmonë qenë aja mesi për mi ditë me balansu situatat. Kështu që mami gjithmonë më thotë ti e konë gjithmonë politikane e mirë, s'ke ditë kur mu bo nervëse edhe gjithmonë ke marrë me sportivitet, gjithë shka që mi të kalu krizat, edhe për lamjet, edhe sfidat që mos mu bo dhe madhe. Nuk e di, e kom një veti që tjertë nuk e kanë. Nuk bona nervës për gjona shumë të ndoja. Zëtë, kur e di që mund me kalu pa probleme, pa strese, mundona vish me t'i kalu. Shumë bukur, do me thanë edhe fëmi ke qenë ashtu. Cili fëmi ka qenë i ma i privilegju, ma ka qenë Petriti se djali? Jo, visa tash, na të tërë kemi qenë barabartë. Të tërë kemi qenë barabartë. Tu është me ju falenderu nanës, a? Fjallën e parë thash, që dhe mami asë një herë nuk ka qenë, edhe ushimin kër e kemi hangër, gjithë nuk ka qenë barabartë. Edhe kër kemi shku të dojë, gjithë nuk ka qenë barabartë. Edhe kër kemi lujë, gjithë nuk kemi qenë barabartë. Edhe kër kemi darë me ble diçka, gjithë nuk ka qenë barabartë. Jo, për shambull, me ble blertës edhe i veshim bashkë, ose diçka do të tret e kemi pas vendin tonë. Nëse ka shku, se na agjën e hallën e kena pas, nëse na ka ble diçka halla, na ka ble të treve. Do të gjithmonë jemi konë, po kjo është këtë falë edukatës të mamit. Po, pa tjetër. Mirë, më trego, shkolla fillore praktikisht ka shku me peci këtu. Pastaj në shkollë të mesme, a ndryshoj ndonjë gjë? Si shkoj shkolla mesme? Na kemi pas atë fazën e tranzicionit, do të thotë kur për shkollas fillore, kalum mbas luftës shkollën e mesme. Edhe filloj edin edhe vetë mandina ndryshimi, shoqënia fillim të ndryshu, erdhen me thonë adha cak, apo çka me thonë njerëz prej viseve tjera në Prishtinë, dhe fillon mu përzi shumë gjanat, edhe ma do thotë nuk është që ti mushe me shprej imagjinatën tonë ose kreativitetin tonë, sepse ke shumë njerëz. Dhe shkollë të mesme për shembull kur unë kom qenë kryetare e departamentit të modës, edhe prej atëherë. Flas prej 2003. Departamentit të modës në shkollë të mesme. 2002-ën s'ka bëj. Cila shkollë ka qenë? Gjevdet Doda. Gjevdet Doda. Dhe shkollën e mesme. Gjevdet Dodën kush e ka kry thojnë bajagit tafse. Se e ka pas departamentin e matematikës bajagit të vështirë. Është kur jëm regjistru,
edhe se fillimin e parë kom pas në Sami Frashti, edhe në gjënata e parë që kina dalë në Sami Frashti, edhe në atë ku pat shumë të interesuar, për sa kanë qenë për 6 klasa, 7 klas, kanë qenë dukun me 10 mira aplikant. Edhe mami normalisht, u të këtë që mos rasisht, po s'po mu me registru se diçka, edhe më kujtohet që jem konë top 20 ose 30, nuk më kujtohet saktë, cili numër jem konë, por jem konë pa asë një intervencë. Dhe thëtë ka njëherë unë mendoj që mësime, dhe thëtë kur t'imponohet, nuk është sa që do bëj shumë sa që kur të merë vëq vetë me qenë kështu kur të krynë. A kur të imponohet, kur të ki dikën për mbi kry, kur nuk mund është me majtë, menë se tuta është e që ta balancën. A i vazhdon t'i kështu me Evan? Eva tash është studente, është në Vjenë, edhe po me thonë dështë është njëjtat hapa, është njëjtë në qytet ku edhe unë kom qenë në studime në Vjenë, edhe është, po shpresoj që ajo më kalën. Shpresojmë gjithmonë që gjenerata tjetër. Kështu që edhe pse është kënë drejtim tjetër, edhe kom dash shumë që Eva me qenë dizajn të modës. Po, tash, që ka po studion Eva? Marrëdhënie ndërkombëtare. Okej. Kështu që ka dash ka shku më ka shku krejt, ka gjyshi vet. Kështu që si kom imponu në asnjë moment, ka qenë zgjedhja e saj, edhe vetëm i kom thonë vetëm inshallah të sukses edhe të plinë mbara. Absolutisht. Mirë, sa i bje nevës me pa nanën e vetë, se nana në Vjenë, në Kinë, në Bruxelles, në Paris, Amerikë. Ma herët, deri para një mujë, ndoshta me thonë, çdo të premte shtunë e dille, ka qenë atëherë edhe vujzere, edhe ku mujt me udhtu pa problems. Dhe çdo premte shtunë e dille kom shku në Vjenë te Eva. Kom najt Eva. Edhe më pat bu mash si shtëpi e dytë. Dhe kur u thësha me çantë të vogël se kisha këtë sendet. 4 shtëpia mu kanë bu. Ka po shkoj ka një shtëpi kështu që pilo sendet në Vjenë. Edhe i ka ra bagjes së shumë, ndoshta mi thonë shumë ma shumë se sa që kur ka qenë këto. Po. Se këtu kur është edhe në vetë, kur nuk i ki, sidomos kur je vetë regjisore, ose skenariste, ose dizajner, ose shef, ose shka do ti kur nuk je me orar plot. Tamam, pi 8 dhe në 4. Po je pi 8 dhe në 10 natës. Absolutisht, edhe nuk të shohin. Nuk të shohin. Ndoshta i sheh 20 minuta, po edhe me fol nuk mundesh me fol. Po, Eva edhe më ka thonë që prej që ko marrë këto, këtë kina një raport këtë ndryshe, që na ditë shumë ma shumë. Shumë ma shumë, se edhe ajo tash ka fillu me bo shpjanike, ka fillu me bo bukën vetë, me bo këtë ushime vetë. Me ti kuptu edhe disa obligime që nuk vrehen kur janë në shtëpi. Kështu që për momentin jemi shumë okej me Evën, inshallah vazhdon qështu. Shumë bukur. Më trego, në gjimnazje të kanë bë praktikisht si... Ma kanë dhonë drejtimin. Po, ta kanë dhonë drejtimin edhe detyrën. Sa e vështirë ka qenë në atë kohë, se ishte me njëherë pas luftës. Nuk ka pas Viber, nuk ka pas WhatsApp, nuk ka pas rrjete sociale, tek ma vonë ka fillu Facebooku, ma vonë ka fillu Instagrami. Në atë kohë, po nuk është e këna përdorë. Jina lidhë në Messenger, dhe dhëtë mas luftës, kur u pret këtë telefonin me, sidomos kur jetëm shpi bashkallëk, lidhjen e telefonit, nuk e mujtë me marrë gjithmonë. Absolutisht. Je konë shumë cëngume në këtë pikë. Unë e kom pas fatin që kreativitetin e kom të më të lindon, edhe asë njëherë nuk e kom pas të imponu me për dikojna. Edhe gjithë, kur nuk më ka dasht, nuk e kom pas nevojsh me mu frimzu dikojnë. Dhe i kom kriju senet qësh unë e komendu edhe qësh unë e mendoj që është mas mirë. Këtë karakteristik gjithmonë ta kanë potencu. Ta them tani edhe kolegët gazetare, edhe kritikët e artit të modës e kanë potencu që e ke një del unik i cili nuk përsëritet. Do të thot nuk është se ti diçka she dhe pastaj të inspiron me kriju diçka të tillë të ngjashme. Si të lindin ide? Na nuk kemi komercial, edhe shumë shpesh më thonë të s'pe një trendin. Këshyre kjo, që ka bo. Jo, unë du më konë autentike. Një produkti jone, që është vesh para 15 vjetëve, liresh më është me vesh edhe tashte, është klasik, është e bukur, i rrenë besnik e kohës. Kjo është një sukses një dizajnerit që nuk i ndryshën stilin si mbas kohës, si pas sezonës. Po na i rrinë abesnik, do të kemi linjën tonë që kemi shumë klasik edhe
belin e theksum, punim dorën, poshtë lëshut. Ti ke kriju shumë modele për, të themi kështu, për VIP, për celebrities dhe për VIP. Me kë e ke pas bashkëpunimin më të dashtun, të themi? Ma dashtun? Po, unë kom qenë dizajner presidentës për 4 vjetë, edhe jemi bo si familjen atë, po kemi qenë si familjarëzume deri në pikën e fundit me presidentën ja Joga. Me ato kom qenë shumë e lidhun. Mandina kanë qenë ambasador të kemi pas njerëz të elitës ma shumë. Unë gjithmonë kom pas, në që me thonë picked up, që nuk ju kom imponu kur kanë kërku vulgaritet në modelet e mija. Do të thotë, unë i kom i kasoj. Ka pas rast që ka ardhur klienti, ka lyp një model, që me nëna kom drejtu të dizajneri tjetër, ja kom bërë që është fryme e këti ose kësaj. Do të thotë se ai mund të më ta nxjesh model, unë nuk më me bëu diçka çka nuk është e jamja. Nuk më me bëu diçka çka nuk është. Do të thotë çka nuk është, gjithçka çka bëhet me imponim nuk del ashtu siç është. Edhe kopja nuk është gjithmonë më e mirë se origjinali. Mirë, po në këtë moment ti duhesh me kopju diçka. Në këtë moment do t'ja dërgoj unë Blerinës një SMS pazarar dhe Blerina do t'a bëj copy and paste në 5 adresa, a kam ja dërgu Petritit, a kam ja dërgu motrës, a kam ja dërgu burrit, vendimit, hiq nuk e di, por do t'ja dërgoj dhe ta shohim se a do të bëj zarar SMS-i i Blerinës. Mos më shti belo, por zotin, se shumë rahat jam kom udhtu. Po minalin e ka. Hajde ta shumë, shka përna dërgën. Mos e ledzo. Bish copy paste, të dhe që pa kopje, të dhe pa ledzu hesh. Po, copy and paste në 5 adresa, ndërsa deri sa Blerina ti dërgoj SMS-at miq të nderuar, ne ndjekim recetën e Olës. Përshëndetje shikues të nderuar. Për ju sot një recetë shumë të lehtë, shumë të mirë, e cila shumë i përshtatet këtyre ditëve verore. Prandaj që është kaq lehtë për ta përgatitur dhe shumë e shëndetshme mirë, atëherë unë po ju tregoj se si përgatitet ajo. Për to ju nevojiten vetëm 3 deri në 4 kungullesha, ju vijnë pak vaj, erza të ndryshme edhe kurrë tjetër. Do të thonë tash ti mundeni me pa gradualisht se si gatuhet. Spari i merrni kungulleshat, i lani mirë, nuk i qironi, dhe i ndani kështu në pjesë të vogla. Më dhëmë për afërsisht kështu, varet prej masisë kungulleshës, po e ndani në 4 pjesë kungulleshën, dhe i nxjerrni ashtu copat si në formë pomfritit. Atëherë pasi ti keni kri kështu në copa, i shtoni pak vaj ulliri. Për 3 kungullesha e pas të asaj masie, për afërsisht dikun gjysmë filxhoni vaj. Kohëve të fundit zakonisht përdori vetëm vajin ekstra të virgjës të shkrelës, prandaj ju preferoj ta provoni edhe ju. Pastaj ja shtojmë kripën. Pak piper të zi, pak piper të kuq, dhe parmezan, kaçkavall të grill. Dhe këto i përzini mirë. I përzini shumë mirë për me u lynë të gjitha anët me këta erzat e përbersat të cilat i kemi shtu. Dhe tash i pas ju në përzini mirë, i rëndisim në tepsi. Kur t'i rëndisni një tepsi me një letër për pjekje, atëherë i rëndisni kështu që mos me qenë njëra me tjetra, për arsye që më uskuq sa ma mirë. Salsa si çdo salsë, zakonisht gatuhet me përbërës të cilët i adhuroni dhe i preferoni në shtëpi, por secila salsë e cila shoqërohet me perime duhet me përbajt pak jogurt, ajkosi, perime ndryshme dhe pak limon. Prandaj e marrëm mas pari, e qesim ajkën. Pastaj 1/4 e specit të djegës, pak patligjon, domate kuqe, pak trangull, pak limon, krip dhe këto i përzim. Ajkën ja shtojmë
fillim, por jogurtin e shtojmë fund për me zgjidh atë dentsin e cila na pëlqen. Do me thonë, apo do me ma trash, ama ma tok. Dhe një herë nuk keni nevojë as me shtu jogurt, por jogurti këto zakonisht i bashkëgjizzon edhe bën një tansi, i bën ma të mira salca. Pasi kungulleshkat janë të bunta, atëherë edhe salca duhet me qenë pak ma e butë. Edhe salca është e gatshme dhe tani po presim derisa të piqen kungulleshkat. Dhe ja shikues të nderuar, këto janë pjek, janë skuq ashtu mirë si duhet dhe tash vetëm mundemi me i servu. Atëherë, bëjmë kështu. Dhe tash mbi ja vëmë salcën. Nuk po e shpërndaj për arsye se thjesht e merrni copën këto dhe mundeni me ngjy kështu, por kjo shkon kështu. Ja shtojnë edhe pak kopër, mbi salcë, dhe e keni një pjatë gatshme. Do me thonë me pak punë, me shumë shije, dhe pak mundim që është me rëndësi dhe ma pak e kushtueshme, dhe është një pjatë e cilën mund ta merrni edhe si salatë, edhe si shujt kryesore, edhe si shtojtë. Edhe pse kjo është komplet, ndoshta nuk ka nevojë për kur gjë ma shumë, por unë ju kisha preferu ta shoqëroni pak edhe me speca djens të Green Garden. Është një turshi jashtëzakonisht e mirë dhe e shijshme, dhe po ashtu me tranguj në kornishone të Green Garden, të cilat janë po ashtu të shijshme dhe shumë mirë e shoqëroni me këtë pjatë verore. Shikues të nderuar, deri në emisionin e radhës, unë ju përshëndes duke uruar gjithë të mirë. SMS-i pazarar shkoj, recetën e Olës e ndoqet, miq të nderuar, ndërsa ne vazhdojmë edhe pak bisedën me Blerinën e lidhur me vitet e pas luftës tani. Vitet e pas luftës ishin një bum i madh për ty. U krijua emri Blerina Klokoqi Rugova. U krijua emri një kreatoreje të re, simpatike, të qeshur, ekstroverte, e hareshme, se zakonisht kreatorët janë pak si në mruta diçka. Po ne kemi fatin, ne në Kosovë kemi fatin që kreatorët i kemi me gjitha të ekstroverta dhe i kemi shumë të mirë. Po ti ke qenë një fërim e një vajzë të re që po shpërthen. Si e përballove gjitha të famë, se mu më kujtohet kur ishe në RTV 21, në KTV, në Klan, jo Klani ka ardhur më vonë, RTK, Radio Dugagjen, Radio Kosovë, Radio 21, do me thënë gjithandej, Blerina, si e përballove famën? Atëherë ka qenë ndryshe. Edhe shumë mirë, ka qenë numër shumë i vogël i artistave, edhe na ka ardhë keq, mi o thonë ju. Edhe do prej mëngjesit, kur filloj keni, sidomos në për sfilata, kur kam pas, prej mëngjesit, deri në darkë, kur në krejt televizor t'jum kun. Arrit që mundru, të pak të mvish lukun që mos mjë do, njerëzve këtë njësaj. Edhe dhe sa më patën thonë që ka po hapme, do të delte. Unë kom pas fatin që kam pas Bjami Rugova. Edhe 6-7 mujtë e partë, para se me mu bo dizajnere e modës, me diplomu, unë isha reja presidentit Rugova. Edhe krejt ato këtë famë e mura në përmjet presidentit Rugova, në Bjarë Tina. Normalisht që veç e kisha rrugën e sërvume. Edhe e pata letë, ma ndina mu qaste në për media, në për portalin, në për gjëgja. Po kjo është ik me dy teha. Dëgja, rrugën ke mujt me pas të hapun, po atë rrugë pastaj për me mirë mbajt, duesh vetë. E ti e ke mirë mbajt në mënyrë të shkëlqyshme, plus unë e ti majnë mend intervistat që i ke dhanë. Shpesh thonin që kjo re i ka hije presidentit. Edhe pyeteshin kush është mendimi, se mendimi gjithmonë ka qenë në prapasken, derisa filloj në Klan. Por, ti e ke mbajt. Kështu menu edhe
Në Kla nuk jo, po në të 7. Të 7, Edhe unë e habita në të 7, Edhe më tash mos rastisht e kom haru, e kom përzi këtë pjesë. Në të 7. Intervistën gjerit parafundit që kemi pasur bashkë, unë e ti, nëse të kujtot, Arianin e kom pas Maksikoz. Edhe atëherë, dhe të kom marrë mas shumë kohë, në intervistë kemi përgatitur bashkë shqip, edhe më kujtot që kom pas me vete, edhe pa ta lut valin, që me ardhë me mu më ndimu të paktën që me ka pas 2-3 muaj, s'ka qenë maj madhë. Ose jep shegji. Po, unë jam konon tradicionale, 2 vjetë i kom majtë. 2 vjetë i kom majtë një gjikë, kështu që jom kriju, rrugën e kom pas të hapun në përmjet emrit edhe frymës presidentit Rugova, që ma ka dhonë si mundësi me deportu në media, po njëkohësisht edhe puna jam ande e palotshme që ka qenë që ka bo mu vlerësu edhe Blerina Klokoqi, Mandina edhe Rugova. Jo kom pas, me thonë buj, po unë jam për njerëzve që ju tutna paka shumë famës, nuk i du famën. Ti i frigohesh famës, edhe nuk e donë, por fama të ndjeku në s'kom qka me të po. Po, i përqat, ka kod dhe që kom fillu shumë me stagnu, sepse po kesh interpretrohet. Ke fillu me stagnu, ta sqarojmë këtë. Ka fillu me stagnu jo, po ka fillu me u largu pak prej mediave, se me stagnu, me profesion, as një mënyrë, as një fije. Ta që kemi ato aplinjen e këpucave, shtu që jena në mënyrë intenzive të pununa. Si po ju shkon? Është e mirë, po është diçka e re, është inovative, se na kemi punu prej fillimit. Çdo shablon i këpucës është i punu me detaje. Shkuan deri në prej 1 javë deri në 4 javë, vetëm shabloni i këpucës më go. E na i kemi dykën 45 modele. 45 modele. Se cila është ndryshe, kemi bo një ndryshim shumë të madh, se edhe takën si takë e kemi bo me logo ton. Bravo. Është gjithçka është e bo me prej brendit. Ku do ta punoni në Kosovë komplet apo do t'i dërgoni? Jo, këtu është e dizajnu me komplet, ndërsa prodhumi është jashtë. Në Kosovë e din që nuk kemi për takë, se kemi solidin që është për këpucë, po për takë nuk ka. Mirë, a do të bëni sfilat vetëm për këpucën? Njësa është sa shumë pyetje më kam bo për punën e sfilatave. Na jenë brendi i vetëm që kemi pas çdo vjet sfilata, edhe ka shumë e mundimshme. Çdo vjet kemi pas, nëse i kom pas 15 vjetë karrierë në BKR, dhe kemi pas 25 sfilata. Se kemi pas në fashion show, kemi pas jashtë, e kemi pas çdo 4-5 muaj që kemi qenë musafir me një sfilat prezente. Kështu që tash e kemi pagës një pushim. AI-a edhe ChatGPT-a do të po ta mundson ty që me botë sfilatën pa investu kur gjëheq. Pa kosto, kështu që jemi më mundu me bo sa ma shumë modele, sa ma shumë idea, edhe me përmet Instagramit mi qitë, mi postu. Po jo në përmet sfilatës është investim shumë i madhë. Shumë i madhë, po. Vetë modele, të shmi pas minimum 30 modele për me qitë një linje. Po, absolutisht. Mirë, të kthehemi te... O, kthehemi. Unë e të ditë që këtu jem si e shpis. O, zemra jeme. 20 vjetë. Mu më ka marrë malli shumë me të po më ka marrë malli edhe me i ditë gjanat e reja që jeti bë. Mu në shka dush me folë, çdo përgjigje. Po du me u kthy te sfilata, por fillimisht do të dëshiroja miq të nderuar ta ndjekim recetën e Rudit. Rudi e përgatitur në mënyrë fenomenale te Rudi's Cake, tek punëtoria e saj, dhe pastaj dua të kthehem edhe pak te sfilatat. Shumë shpesh nuk na vjen mend çka me përgatit një ëmbëlsinë të ëmbël, diçka shpejt, mirë po që është edhe freskuse. Dhe unë sot do ta ndoj një recetë shumë të shpejtë edhe shumë të thjeshtë. Çka kam këtu? E kam kremën e rrahur, e kam mascarponën, të cilën e kam vendosur në enë, do t'i bashkoj këto dyat. Të dyat me mikser kemi me i bo. I bëni me mikser vetëm sa përzihet masa.
edhe në këtë gotë unë kom vendosë boronica të freskëta. Edhe i kemi boronica tjera që do t'i përdorim për dekor. Nëse preferoni ma shumë shije ma ka tharta, mundeni me i vendosë edhe lëvorët e limonit ose edhe langun e limonit në krem. Mirë po mu ma shumë pëlqen ky kombinim. Vetëm boronicat edhe krema e rrahur me kremën mascarpone. Së pari vendosni boronicat, pastaj pjesën e kremës. Do i vendosim pra boronica, sërish krem. Dhe sipër ja vendosim pjesën e mbetur të boronicave. E mbani në frigorifer për rreth më gjysore që të ftofet mjaftueshëm, edhe është fantastike me kafën e mazditës ose dhe çajin, cilën do e preferoni ju ma shumë me pi. Sa ma shumë boronica, qaq ma mirë për trunin tonë, pasi që e dim të gjithë që boronicat janë shumë të mira, gjithashtu për imunitetin e njeriut, mirë po edhe për memorien. Miq të dashur, një recetë shumë e lehtë, mirë po shumë e shijshme, shumë e mirë, mos e lëni pa e provu në këto ditë të nxehta, ju bëft mirë nga unë Rudi. E ndoqëm Më rejtë. ka këtë men, për najkosh? Atë kanë këthy? Flasim kur të vjen në shtëpi, blerë. Për ta ditë se pse është përgjigj Blerta ashtu, po a lexoj mesazhin, tash pasi që ndoqëm recetën e amël të Rudit. Ja mesazhi që e ke dërguar. Për momenti vish Blerta më ka këtë. Mesazhi që e ka dërguar Blerina. Po mendoj me mbyll linjen për femra dhe me vazhdu vetëm me meshkuj. Femrat po kanë më shumë kërkesa dhe detaje, ndërsa meshkujt janë më të vendosur dhe me sa po shoh, fitimi është më i mirë. Jam pak në dilem, çka po mendon ti, a me vazhdu kështu apo jo? Dhe Blerta i ka thonë, hajtë se flasim në shtëpi. Kur të vesh në shtëpi e flasim këtë punë, qëra ti një herë. Kësta ku t'investu në këpusa, do t'ke pas kalurit. Këta tjeta nësë kanë këthy si të tregoj. Nuk e kanë kthy ende, ndërsa ne në këto momente do t'i kthehemi përsëri sfilatës, se dua ta pyes Blerinën, e kam pas pyet edhe atëherë, por kam harru se si ka qenë përgjigja, se fundi. Inshallah ta do të një përgjigje. Ja, po janë disa vjet kështu që nuk e mbajnë mend, por prap më intereson sfida me të cilat je ballafaqu, sfidat me të cilat je ballafaqu në sfilatën e parë, sfidat të cilat tani nuk ekzistojnë. Sfilatën e parë e kom bon muze në Kosovës. Edhe ndër sfidat më të mëdha me pas kemi pa të prezentuar Adelina Ismailin mbas një kohë shumë gjatë, sikur imazh kryesor i brendit atëherë. Edhe ka qenë një ndjenë që është e çuditshme që pe kujtoj tash, të thotë që në fund çdo sfilat përfundon me nivella. Po. Edhe na vendosëm me vesh fustanin e zi, si kur e vepër. Në atë rast, në atë kohë pa qenë që një kohë gjatë Adelina pa të rhek për skenës, edhe pa mbas ndrimit jetës të triumfit, edhe pa qenë prezentimi saj i parë, edhe pa një farë në këtë kemi qenë atë, s'kemi ditë a më gëzu, apo me marë atë ndjenjen e emocionit që të mërzis, edhe ka qenë një gërshëtim në atë kohë po flasë, ta është... Gërshëtim ndjenja është ndryshme. Edhe po flasë 2000, që më ka të kjo 1000, o zotë, 2007, kur Eva i ka pas me 29 shtator, 2008 sfilata ka qenë. 29 shtator 2008, që tash më kujtohet që ka qenë edhe ditëlindja e kunatës tanë. 18 vjetë. 18 vjetë për para. 18 vjetë, po. Mirë, a do ta përgatisi edhe një sfilat të tillë? Edhe njëherë. Po.
Po, sfilatat Të është ndryshme, me ndonjë detaj tjetër, po... Na kemi pas gjithmonë ndryshe. Kemi pas Filharmoninë e Kosovës që kanë rritë 45 anëtar gjatë prezentimit, kemi pas Gogo, ku kemi sjell të zënë Xhmia si imazh të brendit. E kemi pas në tren, që ka qenë me vetëm me 25 musafir, që kanë qenë krejt vetëm, veç më kanë mush me president, me qeverisë dhe me presidentin edhe me ambasada rene. E kemi pas me viza, do të që ka qenë e fundit. Kemi pas atë shumë sfilata. Në fakt, sa që gjithmonë u konë një risi dhe një ndryshim në prezentim. Edhe nëse kemi edhonë qatë shumë edhe energji, edhe mund, edhe në atë kohë nga kanë ndihmu shumë sponsorat për me realizu qatë kryevepër, me thonë. Se Prishtina s'ka pas si tash që po ka aktivitetet ndryshme. Atëherë jemi mundu me sfilada, me pas si dhe aktiviteti kulturor. Mirë, a ka qenë do njëna prej sfilatave? E ke ba këtë në tren, e ke ba këtë tjetër. Me Filharmoni, me komunitetin LGBT. Cila ka qenë mas sfiduese? Ka qenë ajo e para me Adelinën? Apo... Sfiduese ka qenë me komunitetin LGBT. Pse? Pse nuk e kom ditë qysh për presin njerëz. Dhe kemi pas me 10 femrat mas fortat të Kosovës. Edhe kemi pas ndërkohë kemi lidh edhe 5 komunitetit që kanë sfilu. Edhe do del një personalitet, falike, sfilajke, ndërkohë del një mashkull me fustan, me mask. Edhe në atë kohë nuk ka qenë tabu këtë temë. Dhe si u prit për publiku, ti si e ndje? Unë jom di, okej, se unë do të kom marrë aprovimin, kanë qenë ma mosh madhore, kanë vendos vetë, do të kemi pas konfirmimin edhe tëne, edhe ka qenë resi, një ndryshë diçka që deri tash subo. Kanë qenë 5, nëse nuk ka bëj, 5 veshje, 5 djam kanë dalë. Gjatë sfilatës, kur ka dalë i pari, si e ndje? I pari kur ka dalë, më kujtuat që njerëz nuk e kanë ditë. Veç e kanë pa që këse, do të ata ma të kërumë se sa na. Edhe kur ka dalë i pari, do të krejt një hutu se nuk ka ditë që ka po ndodhë. E ka pas maskën me taka, me ecë perfekt. Do të e kam pa që diçka s'është në rregull. Edhe i dyti kur ka dalë, prap këse kur ka dalë i treti ka qenë ma shkollor me qujtë, edhe ma dena kuptu që është edhe komunitetit. Edhe kom dash me quni mesazh të qartë se edhe ata janë pjesë e jona, edhe ata janë nuk është faji tyne, kanë lindë të tillë, edhe na do mos do se tash mundesh me folë për këtë temë, ma në atë kohë nuk e mujt me folë. Në atë kohë ka qenë para 15 vjetë. Ka qenë më tabu. Si gjithkohë në botë, të themi. Si gjithkohë unë e mi sy tabut, masani nga vazhdojnë tjesë. Vazhdojnë që qenë e keni kudo. Mirë, kjo ishte sa për sfilat, atë mirë... Pa im ke kësy qenim, ke kësy para sa vjetë për 15 vjetë. E po zemër. Ma mirë është me të këthy se me bën na i pytje kështu qysh i bojnë virale, din që dojnë me i bo virale. Po të unë s'ka se do mos doj në nëzirë në përmet Instagramit ose diçka, kështu që unë jam pi orës 8 mëngjesi deri në ora 7 mram jam punë. Edhe nuk po të shohim drejt, atë që e thash edhe në fillim, nuk po e shohim shumë shpesh. Tani do të kalojmë në një gjë tjetër, por fillimisht do të ndjekim recetën e Mamadeus. Po takohemi edhe këtë diell si çdo të diell tjetër në emisionin Maja e Gjuhës me mua Dejan. Sot tash është koha për me përgatit recetën tonë, ku për sot kam përzgjedh një sallatë me pasta. Sallatën virale që po shihet gjithkohë, domethënë edhe në shtëpi as në ka hyrë, po tash unë ju erdha në për shtëpitë juaja me këtë sallatë që zguxoni me lëmë pa e provu se është shumë interesante. Është sallata me makaronat e pjekura, ku njëherë i merrni makaronat edhe makaronat dihet i merrni Grasano, siç po e shihni, unë i kam makarona Grasano edhe i kam fusili, sepse fusili gjithmonë preferohen për sallata. Për receta tjera përdorni cilat do makarona
nga Grasano, sepse ka përzgjedhje shumë të madhe të llojeve të makaronave. Për shembull, i kemi këto mini pipet që i thojnë në Amerikë i thojnë elbow pasta, mandej janë edhe disa lloje tjera për të gjitha preferencat edhe prej gjitha llojeve i përgjedhni ka çdo kund në tregun ton, vetëm kërkojeni Grasano, mos harroni. Po, fillimisht, unë këtu e pas na bo pak hallakom, duhet mi marrë disa salveta slipi, duhet me i marrë edhe me pastru këtu vendin, era paqllak. Okej, fillimisht, makaronat Grasano i kemi të zjera, paraprakisht, zihen shpejt, e mirë, e lehtë, ashtu si recetat e mia, apo jo. E kemi bo tepsin me vaj ulliri shkrela, si që më pat. Në këto recetat që po i shoh gjithmonë bre që po m'dalin, po i pjekin vetëm kështu, po une nuk moj pak pa i marinu. I qesim halo vaj ulliri shkrela, sepse kur kanë vaj bëhen edhe më krokante. Krip bajagis e mandej gjeri, po thot s'po i qatë krip gjanave, piper të kuq, spec të kuq, edhe pak djekst. Do t'i pjekim në furrë në 220 gradë, derisa të bëhen krokante, derisa të forcohen gati me u djegë, për me u bo pak sikur ato patatina që i blejmë të gatshme. Pastat janë rishk, janë pjek dashur miq, tash po e përgatisim sallatën, i kemi domatet, vera pa domatet freskta nuk ban, kemi trangull, qep të kuqe, edhe kemi me përgatit salcën, e cila bëhet me ajk, mustard dhe lëngun e gjysëm limonit. Këtu në salcë e shtojmë vajën e ullirit, e kemi vajën e ullirit shkrela, si që tregova dhe më herët, nuk e ndrojmë asnjëherë. E përzim, atëherë e hedhim. Tash është radha që t'ja shtojmë pastat, që po e shihni se qysh janë krokante, edhe po e provoj. Tepër. Me shumë drejt janë bo virale këtu pasta. Për shkak se kemi shtu piper djegës, atëherë janë bërë edhe më pikante, edhe me më shumë shije. Tash do t'i hedhim parmezan edhe i përzim. Era verë po i vjen. Të dashur miq, kjo është përfundimisht sallata më interesante që e kam provu ndonjëherë, edhe ju sugjeroj që edhe ju në shtëpitë juaja ta provoni, edhe ta përgatisni, për shkak se shija edhe gjithashtu ndjenja që ta jep kur e provon është definitivisht vetë. Po shkojmë me një degustim. Nuk kam fjallë. Më falni, u desht me u pastru pak me salvetat bora, se edhe është kremoze, edhe është krokante, edhe është e pasur me plot vitamina, sepse është një sallat me trangull, me domate, me qep, me pastat Grasano. Prandaj definitivisht provojeni, edhe nëse doni shkrunani edhe tregonani se qysh ju duke dhe juve. E unë me këtë recet juve po ju dëshiroj një të djelë të këndshme, e ne shihemi të djelën. E
shoqëm recetën e Mamadeus, ndërsa Blerina tash këtu janë pyetjet që i bën Ben Apolloni, regjisori jon, producenti artistik. Në varë për pyetjes, ma ndina e do. Po, qashtu. Do me thonë na i quim 5 kajmak. 5 kajmak. Po, e merr një, ma jep kavanozin, e heki kavanozin, ti përgjigjesh, e lexon pyetjen, përgjigjesh. Qashtu, përzi. Inshallah del një ma me pak spec, qashtu. Jo, se kena problem. Beni i bon me spec, unë si bëj pyetjet me spec. Cila është gjëra më të herse që mund të vesh dikush në takimin e parë. Është një personalitet që thonë që nëse moshkulli i muan me ngjyrën e syve, e çfarë ka pas femra në takimin e parë, ka pas gjoksin e vogël. Kështu që nëse do me mundo, s'po ekspozoj gjoksin edhe ke rregull. Po, qaq, rregull je. A jena a ke... Shumë e bukur. Beni e more. Hajde. Veç nuk e di Beni qyshe dën gjoksin, a dën të madha të vogëla. Më pari se tu plak po të rrit ke gjoksin. Mu ka rrit 2 numra, kështu që në rregull e kena. Në rregull jemi. Hajde. Çka është një gjë që do të ridizajnoje me një herë tek mashkujt? Nuk po flas për veshje. A muj me folë edhe për mënyrën e shprehjes? Patjetër. Në shumë, na ndoshta që na në Prishtinë, e kena shumë pikë top dialektin. Edhe kur na vinë do me që në Kogjoran kështu, do të thotë e vetmja gjatë që më pengon është që flasin qashëran, lindën të rritën Prishtinë, që hala nuk e kanë marrë atë sloganin tonë. Okej. Qaja është që vetë një sanqës, kësha me nuk 2 herë, me ja ndru. Ndroni pak. Hajde. Mirë, po m'intereson, pleqt apo të rritë? O cili do, lindën të rritën ka 20-30 vjetë jo në Prishtinë dhe e përderon shprehjet. Edhe unë e përdori, se gjuhë që e më kalon, bile, e kena pas gjithmonë një shprehi që bërë shumë hajgare më të ke bezbele. Edhe të dhëtë qka i bjena jo bezbele, për s'musha me marrë vesh, edhe? Natyrisht që po, bezbeli i bjell. Bezbele, dhe thëtë, natyrisht që po, pibeka, dhe thëtë bezbele. Nëse garderoba jote do të flesë çfarë sekrete skandaloze do të bële, korsetat. Korsetat edhe mbushjet e bregëve që i zakonisht i kena pasur një herë që i kena vënë. Do të qitatë dhe kishin qitë me një herë. Po, nëse dëm, edhe klientat kur veshin, e kishin të deformu me pjesën e ansoreve, se na që kina lind në të dhejtat, në 2000 ka qenë, nëse të kujtot, në mod pantollat prej kocit, edhe kanë qenë shumë shtrëngume edhe me rrëf. E maze e dilke ajo kështu. Po, e mande e këna deformu këtë pjesë, edhe na u dashke tash me rahatun. A e more përgjigjen Beni? Aha, Beni. A e kje regull? Ama, s'po di me një konsultu që i ki bo që shtu pytjet. Shumë mirë pas e bo, shumë mirë. Shumë buta. Ose unë e kom na fak. Nëse krejt pytjet në kontrana, në qatë ta kom qëllu. Ma jetë mu kënë. Do të preferoje të bashkëpunoje me dikë me stel, por pa personalitete apo e kundërta? Si edhe njërë, do të preferoje, Që? Do të preferoje të bashkëpunoje me dikë me stil, por pa personalitet, apo e kundërta. Aha. Do të thotë, kjo i bjen dikush ka stil, po s'ka personalitet, po dikush ka personalitet, po s'ka stil. Unë nuk jam këtu me ja kriju njerit personalitetin, unë jam stilin ja kriju, kështu që se ka me problem. Dhe personalitetin e t'indron, unë e stilin, puna jem është e stilin, si shtina unë të kus na ta kanë. Qashtë. Personalitetin e t'indron, për mu jo bipolar, por le tjetë 10. Jena të qetë këtë pikë. Shumë kur. Dhe të polar le tjetë. Hesë këna problem. Dhe për kultuan, tani, me këtë, pyetja 5. Çfarë është më tërheqëse, vetbesimi apo një outfit killer, vetbesimi? Nëse ti ke vetbesim, na e qymë ka njëherë nëse jemi yllin ball, edhe veshën ma thjesht ose ma klasike dhe ma
pa lidhje me pas, ti dominon, ti merr vëmendje. Që i thojnë e ka aurën, ora. Mami gjithmonë thotë ti ki yllin ball. Do thotë ku ti dikon, çfarë dësh s'është më rëndësi çka veshi, me aurën që më thonë me mënyrën që komunikoj me njerëzit, e marr vëmendjen. Kështu që pastaj po thotë unë kom pas dyrë qel, i ke qel, zemër, i ke qel. është në sikur thoj, se zakonisht të në konë të thojnë Reja e Rrugovës me shumë kënaqësi me mburje. Po, natyrisht, edhe unë do t'isha mbur të kisha një mbiemër të tillë të mirë, po. Megjithatë, mbiemri të ndihmon ndoshta me e qel një derë. Por dyrë tjera duhet t'i hapësh vetë. Po Vigjiria, din sa ka njëherë thëmë dush me bo një kompromis edhe me dreqin për me rujt statusin ose mos me bo gabime që se nuk është ma Blerina do të që flitët së rëbohet sikur personalitet. Po, ose si me thonë individ. Po çka do që ndodh në të këqijat po flas, në të këqijat, se në të mirat gjithmonë është thojnë nusja e Rrugovës. Gjithmonë është nusja e Rrugovës. Do të edhe shumë shpesh Evës gjithmonë i kam thonë, na nuk jetojna për veten tonë, na nuk jetojna për emrin tonë, po jetojna për gjyshit. Të lutem mundoho me shpirt, me bo krenar, edhe mos me bo vepra ose gjana që thjesht mund me penalizu në të ardhmen. Kjo është një që është gjuna, ka një herë thëmë që të në kunja kom përmend. Mu vetëm bjen keq që nuk e ka përjetu pavarësin, edhe që ka shku shumë herët se pos që ka qenë një president fantastik, edhe një njeri shumë i madh, për mu edhe ka qenë një letrar fantastik. Unë të them që presidenti Rrugova ka qenë në promovimin e librit tim, edhe më ka pas përqafa dhe më ka thonë, mos gabo mundal. Mos gabo mundal se ki pun me mu. Ishte vitit 89, kur tonë kohën edhe merte pjesë në promovim të librit, edhe kishte një tranzistor afër vetës, për shkak se minatorët ishin nisë prej Mitrovicës në protesta në Prishtinë, ishte vitit 89. Por, s'do të kthehemi në ato gjëra, ne do të kthehemi në diçka të bukur. Me Blerinën na kanë me tani vetëm edhe 10 pyetje, në të cilat Blerina do të na përgjigjet shumë shkurt. Pas ka pyetje. Me një fjalë. Blerina, më seksi duken femrat në pantallona apo meshkujt? Femrat. Çka nuk ishe vesh ti kurr? 2010 lek. Pse më shkoj mendja? Çkaj? 2010 lek. Ata aeroplanat, ata i kishe vesh kurr. Çka nuk të pëlqen në veshjen e femrave? Këpucët me take dhe hellankat apo patikat me fustana të gjatë? Jo, të dyjat janë shumë bukura. Unë i veshit të dyjat. Shumë bukur. Edhe unë. Për të duk bukur, ka rëndësi veshja, qëndrimi, vetbesimi, era e parfumit, çanta, këpucët apo partneri që e ke afër? Këtë marrin kuptim nëse ki partnerit tuan. O, sa bukur. Cili trend të pëlqen? Pantallonat super të ngushta seksi, pantallonat baggy style të gjëra, apo pantallonat e ngushta lart dhe të gjëra poshtë? Pantallonat që kam veshur të fundit. Shumë bukur. Bedi i theksum, edhe poshtë gjana. E që të kam shumë atë gjata. Shumë bukur. A ka mosh në veshje, po apo jo? Po. Pse? Po çka i rëni e vës mirë, çka është duket Eva mirë, mu së më rënë këtiza që ta shetë shumë. Kush e përcakton stilin e një personaliteti publik? Dizajneri, personi i protokollit, spin-off doktori apo vetë personaliteti publik? Stilisti. Ose kuratori. Po. Veshja atraktive dhe seksi bëhet për të tërhequr vëmendje, po apo jo? Po. Natyrisht. Që e pytje? Shumë pytje palidhje. E po nëzes. Hajde bre. Cila prej deputeteve të Kosovës vishet më me stil dhe cila jo? Duam 2 emra. Në tonë kohën apo... Pyetja është cila prej deputeteve të Kosovës vishet më me stil dhe cila jo? Une s'kam ka ku as me këshyr parlamentin.
A i man mend për para kur I ki pa? Unë e muj me t'i thonë vesh, nuk është pyetja drejtume Po të une. është... pyetje, qa ma e keqe që asë nuk kujtohet, bile e ndryshu të ko. Vlorën e kemi pas vesh disa herë. Vlora vishet bukur. është vesh me produktet tona, edhe kjo Eliza Hoxha tash nuk është, ma është vesh me vishet tona. Blerë tash vesh. Ajde që moj me gabu se nuk është... Është një deputete, po tash s'po ja përmendi me emnët. Ajo tajtë. Jo, që I sillen unë I hop këtë kështu edhe. Ajo ta s'pedesha. Shqyqër që se din. Jo, ta s'pedesha. Në regull, shumë je rahat që nuk e din. Okej, edhe pyetja e fundit. Ajde. Kush e ka mësuar Blerinën të vishet bukur, kur ende nuk ka qenë dizajnere? Mami. Mami, gjithmonë mami. Mami në atë kohë sekret nanat, prej rrethorave mësu me qep, edhe mami na pa qep gjithmonë, këna pas pelerina, këna pas fustana, gjithmonë na konë unike në shkollë, edhe unë edhe motra. Shumë bukur. Ndërsa tani të shohim atë ka ardhe dhe ndonjë SMS? është orare punës jo. Jo. Mendimi sin ma kalon. Mendimi ja kalon. Muj me thirr telefonin me thonë zemra, po mami. Po, çka po thot mami? Po leje këto të femra, ma pak, jepin nënësi e fokusohu të moshkujt. Mu një mpëq për mamin e Blerinës. Qa legende. Që edhe një dhe ka del taping, ta këshurmi ta është. Okej, me Elon jo se jo, ama vesh nga darsoje pa. Ja, ma ka shku kaltrina, me qete ke shkrua. Unë për të festuja, ma ke shku me qetë që të vitja. Jo, nuk është me qetë fare. Me qete ke shkru që to, a? Pse është shumë... Zemër ti në qatë biznes, nëse e shetë që kalon ma lehtë me moshkujt, definitivisht pëse jo. Për dallim prej blertës që, ma ka bo? A i normal që e ka fuq, se din që kom investu që Plasim të shpia, blerta dhe kam po plasim të shpia. Që të tri jam kanoj, që të tri mesazha. Ani, mjaftojnë. Mjaftojnë. Edhe me marresh, nëse din që ki fitim ma shumë, me djem, vazhdo me djem Kaltrina. Shumë praktike Kaltrina. Ndërsa, në këtë moment, këtu përfundon intervista jonë me Blerinën, edhe ashtu ja kemi marrë një kohë të çmueshme të punës së saj, edhe një pyetje në fund. Hajde. Se të kemi thirë ose? O, lokom, se të kemi thirë? Në ndo momentet e rëndësishme të karrierës tanë, të kujtimeve të mia, këto? Pa tjetër. Pa tjetër, se I ke mungu televizionit, I ke mungu ekranit, por, e kemi edhe një arsye të fort që të kemi thirë, dhe kemi dëshirë kështu kohë pas kohë njerëzve që tërhiqen nga televizionin, nga mediat, nga publiku, me I tregu pse nuk duhet të tërhiqen. Dhe ne të kemi këtu Blerina Klopoqi Rugova, të kemi në përgju se je yll. Dhe ylli duhet të vazhdoj të shëndris dhe duhet të jetë pranë publikut, për shkak se publiku ju mon, publiku ju don. Thank you, falenderoj shumë Gjere. Ajo që më kemë opcionu të për shumë, se ka kohë që s'kom dalë në media, I kom tërgu dhe Milotit dhe ty, po ty nuk mund me të thonë 2 herë jo, është e pa mundën, kështu që, po prapë kom I bangu. Dhe sa të nxirrmi edhe koleksionit fëmijëve, masa ne kena rrejtë. Pa tjetër, për te koleksioni fëmijëve, mos më harro, se ti e din që e kom një mes, që I ka qef me bo fashion show, kështu që mos më harro kur ta kesh është kënaqësi sidomos me qenë në emisionin tënd. Prej kohës, me thonë ndoshta që 26 vjet që ekziston radio televizionis të ne, në 10 emisionet e para që kanë qenë, kom qenë në televizionin së kështu që për mua është kënaqësi gjithmonë, jem të jam. Se ndina se shkëtju. Shumë të faleminderit. Shumë të faleminderit. Fillimisht të falenderoj për kohën që na e ke dhënë,
edhe natyrisht edhe për disa gjana që publiku edhe nuk i ka ditë për ty, edhe që sot i kuptoj edhe një natyrën e Blerina Klokoqi Rrugovës. E ke pas letë me hap derën e parë, po 2 herë tjera të gjitha i ka mbajt vetë. Që kjo gjyks pra e majtë kërkush heq. Kështu që natyrisht meritat i takojnë edhe nanës Blerinës shumë mirë, po edhe ju publik i dashur për shkak se ju i keni bler kreacionet e saja, i keni pëlqy kreacionet e saja, prandaj edhe Blerina është këtu ku është. Unë ju falenderoj për kohën që na e dhatë mua dhe Blerinës, ftyrën teme, këtë të rumbullaktën, javën që vjen. Do të shihni përsëri, ndërsa Blerinën mund të shihni në rast se poston në isem Instagram, se ta prapë se s'ko me dalë me. Valin të shumë e dashur.